Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që hanë djath duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Djathi është një ndër produktet më të preferuara të shqiptarëve që konsumohet masivisht. Këtë e thot një analizë e 15 studimeve të ndryshme shkencore mbi rolin e djathit kundër problemeve të zemrës. Të dhënat tregojnë se rreth 30% e qumshtit të prodhuar në Shqipëri përdoret për prodhimin e plot 13.000 tonëve djath, por duke qenë se shumica e blegtorëve akoma punojnë në tregje informale, niveli i vërtet i prodhimit mund të jetë edhe më i lartë. Mirë po le të kthehemi tek vlerat shëndetësore të këtij të fundit. Djathi përmban disa ushqyes tepër të rëndësishëm për shëndetin, siç janë kalciumi, zinku dhe vitamina A, B12. Djathi është i pasur në yndyrra të ngopura dhe njëkohësisht deri më sot besohet se rriste nivelin e kolesterolit dhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Por njëkohësisht, studimi më i ri tregon se ky produkt luan një rol mbrojtës për shëndetin kardiovaskular. Studimet mbi rolin e djathit në shëndetin e zemrës. Të gjitha studimet e analizuara mbi këtë çështje përfshin të dhënat e plot të 200.000 njerëzve. Ushqyerja e tyre u monitorua nga shkencëtarët për më shumë se 10 vjet. Të dhënat që ato disponuan treguan se njerëzit të cilët konsumojnë djath ishin 80% më pak të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Ata kishin 14% më pak shanse për të rrezikuar nga sëmundjet koronare dhe 10% më pak nga ishemia. Vlerat e djathit. Djathi është një nga ushqimet me më shumë vlera dhe është një burim i pasur i mirë proteinash, kalciumi, vitaminash dhe mineralesh. Krahas shëndetit të zemrës, konsumimi i djathit gjithashtu ndihmon edhe në forcimin e kockave dhe ul edhe rrezikun nga osteoporoza. Efektet e djathit janë gjithashtu të dobishme edhe për hipertensionin dhe për shëndetin e dhëmbëve gjithashtu. Kjo pasti kontribon në mbajtjen e dhëmbëve tepër të fortë dhe njëkohësisht të shëndetshëm. Djathi përmban sasi të lartë të mëdha të vitaminës dhe të kolinës. Në përmbajtjen e tij ka gjithashtu përmbajtje të vitaminës E, vitaminës K, riboflavinës, vitamin B6, folat, vitamin B12, acid pantotenik dhe betain. Gjithashtu, djathi mund të ketë shumë yndyrë dhe kalori, por në qoftë se ai konsumohet me mas, atëherë kontribon në të mirë të shëndetit të trupit në mënyra nga më të ndryshmet. Kjo është edhe arsyeja pse djathi gjendet në tryezën tonë të drekës çdo ditë. Përmban vitaminën e mrekullueshme B12. Vitamina B12, e cila përndryshe është e vështirë për t'u gjetur, na çliron nga dhimbja dhe dobësia. Përmirëson gjithashtu qëndrueshmërinë e përgjithshme të trupit të njeriut dhe e bën atë më rezistent ndaj vështirësive. Gjithashtu shoqërohet me një humor më të mirë dhe siç mbështeten nga studime të ndryshme, të dhënat tregojnë se lehtëson edhe simptomat e depresionit dhe njëkohësisht qetëson ankthin. Së fundmi, ajo është përgjegjëse edhe për prodhimin dhe rinovimin e qelizave të trupit, duke kontribuar kështu në një pamje më rinore. I dobishëm për zemrën. Sipas studimeve të botuara, konsumi i përditshëm i djathit shoqërohet me një rrezik afërsisht 3% më të ulët për goditje në tru. Për më tepër, konsumi i përditshëm i djathit sigurisht me moderim shoqërohet edhe me një rrezik më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare dhe si rrjedhoi me jetëgjatësi, me rezultat të studimeve në mbar botën që kanë treguar se konsumi i produkteve të qumshtit shoqërohet me një rrezik më të ulët të vdekshmërisë. I mirë për tretje.
Bakteret të cilat të gjenden tek djathi janë të dobishme për shëndetjen e trupit. Konsumimi i djathit gjithashtu rregullon mikroflorën dhe përqendrimin e baktereve të mira në zor, të cilat nga ana tjetër munden që të përmirësojnë tretjen dhe metabolizmin. Është i pasur edhe me kalcium. Djathi përmban afërsisht 280 deri në 450 miligram kalcium për 100 gram. Siç dihet, një sasi e mjaftueshme kalciumi rrit ndjeshëm masën kockore dhe gjithashtu kontribon në osteoporozë. Për më tepër, kërkimet shkencore kanë treguar se kalciumi mundet që të parandalojë edhe shtimin tuaj në peshë pasi nxit djegjen e yndyrës dhe njëkohësisht parandalon edhe akumulimin e saj. Ka shumë proteina. Proteinat nga ana tjetër kontribojnë në rregullimin dhe aktivizimin e metabolizmit tuaj dhe kjo për shkak të ndërtimit të masës muskulore në trup. Nga ana tjetër, shërben për djegjen e djamit, përmirësimin e humorit dhe për shërimin e plagëve, pasi studimet tregojnë se ato nxisin rritjen e indeve të reja. Nocioni i vjetër është se djathi është i pashëndetshëm për shkak të gjitha këtyre yndyrave të ngopura që ai përmban, por ulumtimet e reja kanë treguar lidhjen midis yndyrave të ngopura dhe sëmundjeve të zemrës, dhe në fakt konsumimi i djathit lidhet me më shumë përfitime shëndetësore. Këto janë disa nga përfitimet shëndetësore të djathit. Redukton rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Disa studiues besojnë se djathi mundet që të shpjegojë të ashtëquajturin paradoks francez që francezët kanë shkallë të ulët të sëmundjeve të zemrës pavarësisht nga kulti i tyre ndaj djathit dhe ushqimeve të tjera të pasura me yndyrë të ngopur si për shembull gjalpi. Ekziston gjithashtu një raport i vitit 2016 që analizoi studime dhe rezultate nga 31 grupe, të cilat shikonin se sa bulmet konsumonin pjesëmarrësit dhe nëse kishin sëmundje kardiovaskulare. Një zbulim i rëndësishëm ishte se pothuajse 50 gram djath në ditë lidhej me një rrezik 18% më të ulët të sëmundjeve të zemrës. Një tjetër gjetje kryesore gjithashtu ishte fakti se konsumimi i 14 gram djath në ditë mundet që të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të goditjes me 13%. Nga ana tjetër, mbron nga diabeti. Konsumimi i 10 gram djath mundet që të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2 me 8% sipas një studimi. Ka më shumë lajme të mira nga i njëjti studim dhe njerëzit të cilët hanin rreth 3/4 e filxhanit kos në ditë kishin një rrezik akoma edhe më të ulët. Një studim tjetër zbuloi se gratë të cilat hanin pak më pak se 50 gram djath gjithashtu reduktuan rrezikun e diabetit të tipit 2, rrit masën tuaj të muskujve. Konsumimi i pothuajse 1 filxhani djath rikota në ditë për 12 javë do të rrisë masën tuaj muskulore, sipas një studimi të vitit 2014. Pra ndoshta është koha që të mos pendoheni sa herë që shijoni djathin e shijshëm. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.